Dionis Sota, kandidat I pavarur për zgjedhjet e parakohshme në Bashkinë e Vlorës. Para se të nisim këtë bisedë që e kemi titulluar 7 pyetje, dua të bëj një prezantim dhe për unionin ton. E nis fillimisht me prezantimin e bordit drejtues me kryetarin zotin Skënder Buçpapaj, I cili lidhet nga Zvicra, në kryetarin e Unionit të Gazetarëve Shqiptar Profesionistë Diasporës, zotin Artan Kutra, me zonjën Elida Buçpapaj, e cila lidhet nga Zvicra, zoti Artan Kutra lidhet nga Franca. Zonja Rafaela Prifti, e cila lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Ardian Muraj, I cili lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Genc Burimi, I cili lidhet nga Franca, dhe unë, Alba Kepi, I cila lidhet nga Italia. Prezantoj shkurtimisht një historik të unionit ton. Ne jemi Unioni I Gazetarëve Shqiptar Profesionistë Diasporës. Jemi krijuar në vitin 2021 në Zvicër. Jetojmë në Itali, Francë, Bashkuara të Amerikës, në Zvicër, dhe jemi përkushtuar me misionin ton lirisë së fjalës, shtypit pavarur, komunikimit të së vërtetës dhe informacionit publik me standardet profesionale të gazetarisë. Kemi pasur dhe statusin organizat media vëzhguese pranë KQZ-s në zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Në mision të punës tonë kemi nxitjen e debatit publik ndaj së vërtetës, duke synuar një shkallë të lartë profesionalizmi në gazetari përmes një etike profesionale. Ndjekim me përkushtim të plotë gjendjen e lirisë së mediave në Shqipëri, mbajmë qëndrime publike ndaj shkeljeve më të rënda të tyre dhe I dokumentojmë dhe në raportet e organizatave botërore. Në fokusin e zgjedhjeve parlamentare të 11 maj 2025, ne kemi konstatuar pikërisht se Shqipëria nuk I përmbush standardet perëndimore të zgjedhjeve. Dhe pikërisht në këtë fokus kemi nisur dhe këtë cikël takimesh, bisedash, të titulluar 7 pyetje me zgjedhjet e parakohshme vendore në 6 bashkitë në Shqipëri. Dhe ju urojmë edhe një herë mirëseardhjen kandidatit pavarur, I mbështetur nga koalicioni I opozitar, zotin Dionis Sota. Ju faleminderit për ftesën, edhe është një kënaqësi. Them tani si me njerë me pyetjen e kryetarit të unionit ton, zotit Skënder Buçpapaj, I cili lidhet nga Zvicra. Zotëri Sota, ju përshëndes. Ju përshëndes dhe unë. Vlora për gjatë dekadave është ndër zonat më të privilegjuara, ku është investuar më shumë. Veçanërisht 12 vitet e fundit është investuar me përparësi të madhe. Sipas jush, ku qëndrojnë dështimet më të mëdha të qeverisë socialiste në Vlorë, me cilat ju e mbështetni garën tuaj zgjedhore si kryetar bashkie? Atëherë, faleminderit për pyetjen. Është e vërtet që në Vlorë është investuar për gjatë këtyre viteve të fundit, por është e vërtet gjithashtu që në Vlorë ka një emigrim të theksuar të qytetarëve vlonjat jashtë territorit të Shqipërisë, duke filluar kryesisht spostimin drejt Tiranës, si stacioni parafundit, dhe më pas drejt kufive jashtë Adeut. Në syrin ton, edhe shkak I së cilës është edhe nisma ime personale, bashkarisht duke diskutuar me komunitetin e bizneseve, po dhe të shoqërisë civile dhe të miqve dhe të familjes gjithashtu, u bë shkak sepse viti I fundit ishte një realitet që turizmi I Vlorës pati një rënje diku tek 25% rënje ekonomike në përgjithësi, e thënë në shkallë të gjë. Në syrin ton vjen për shkak të keq funksionimit administrativ lokal, kryesisht, duke qenë se sa herë fillon sezoni në qytetin e Vlorës, gjithmonë ka ndërhyrje në infrastrukturën dhe duke marrë shkak nga viti I fundit, është bërë një ndërhyrje për ujësjellësin e Vlorës, I cili sot në vitin 2025, I cili është premtuar disa herë nga qeveria qendrore,
duhet ishte i zgjidhur tashmë, sepse duhet të dimë që Vlora është gjithashtu edhe një nga qytetet me burime nënujore të pishme, më të larta në jo vetëm në shtetin tonë, në Shqipëri, por edhe në rajon, po të duash. Dhe ka aq burime ujore sa të mbaj jo vetëm qytetin e Vlorës, po të gjithë rajonin jugor. Dhe është e pa justifikueshme që mbas gjithë këto vitesh, është viti 13 i qeverisë shqiptare, por nuk duhet të harrojmë që është viti 27 ose 28 i bashkisë së drejtuar nga qeveria e socialiste. Dhe nuk gjejmë dot justifikim që sot në këtë vitin 2025 në Vlorë të mos ketë akoma ujë të pishëm. Dhe atje ku ka, në lagjen ku unë kam lindur dhe jam rritur, ka 1 orë paradite në orën 6 të mëngjesit dhe 1 orë mbasdite në orën 6 pasdite, dhe uji nuk është i pishëm për realiteti. Infrastruktura është dërmuar jashtëzakonisht në mënyrë shumë agresive, do të thosha, pa ruajtur standardet. Ju jetoni në Perëndim dhe standardet në Perëndim kur ndërhyhet në një qytet, dhe një qytet si Vlora, i cili hyn për mendimin tim hyn në 3 qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë, hyhet me një standard dhe nuk ndërhyhet në një mënyrë agresive duke prishur të gjithë rrjetin infrastruktural, por unë vi dhe nga ajo fush dhe ndërhyhet në një mënyrë standarde, lokale, zonale, duke ndërhyrë në zona të caktuara, duke rikthyer në gjendjen e mbarshme dhe jo duke shkatruar dhe duke penguar mbarvajtjen ekonomike të biznesit dhe të gjithë komunitetit vlonjak. Ka një jo orientim për sa i përket turizmit, i cili ka nevojë të jashtëzakonshme për orientimin përtej sezonit turistik, sepse Vlora nuk ofron vetëm Bregdetin që tashmë njihet nga e mbar bota, nga shqiptarët po e po, por Vlora ka një turizëm historik, ka një turizëm arkeologjik shumë të mirëfillt, i cili ka nevojë për infrastrukturën e dur, shërbimin dhe suportin e dur për të shkuar atje. Ka nevojë gjithashtu për një drejtori jashtëzakonisht shumë të rëndësishme në qytetin e Vlorës të turizmit, e cila deri më sot ka qenë ose s'ka qenë, dhe edhe kur ka qenë një zyrë atje te cepi i bashkisë. Për mendimin ton, drejtoria e turizmit duhet ishte një godin e mirëfillt, e sinkronizuar me pjesën e rinisë së qytetit. Dhe këtu vim në pjesët e programit që ne kemi projektuar për Bashkinë e Saharnës, e cila është ndërlidhur fort me pjesën e rinisë. Pra ka një sër mos funksionimesh në qytetin e Vlorës, gjithashtu dhe orientimi dhe këto investime që janë bërë për gjatë këtyre viteve të fundit, ka një orientim për mendimin ton shumë të gabuar, frenues dhe bllokues ndaj biznesit të komunitetit të qytetit Vlorës. Po të shikojmë rrugët e gjitha janë të ngushtuara, ka një stres dhe një rëndes e qarkullimit rrugor në qytetin e Vlorës brenda, ka një pengesë për sa i përket parkingjeve në qytetin brenda, në brendësi të qytetit të Vlorës, apo më keq akoma në lagjet e brendshme të qytetit Vlorës, të cilat automatikisht frenojnë edhe pengojnë edhe bizneset lokale. Lagjet e thella të qytetit Vlorës, ose ta thënë më saktë, pjesa pas kartolinës së investimit, e cila nuk e mohon askush, por është kartolinë në vetvete, po të hysh në lagjet e Vlorës, deri në lagjet e thella të Vlorës, ka një nevojë urgjente të riorganizimit të blloqeve të banimit, duke filluar që nga kanalizimet, nga rrugët, nga orientimet, nga zonat e gjelbëruara, për të bërë një jetë qytetare me standarde ashtu siç ju i njihni edhe në Perëndim. Pra ka një sër çështjesh të cilat nuk janë parë ndoshta me seriozitetin e dur, dhe për ne është një pengesë që nuk mund të pritet më, dhe ne vim nga një fush e cila kërkon prakticitet dhe zgjidhje problemesh instiktive të shpejta dhe pragmatike. Ne nuk vim nga një fush të cilën e kemi thjesht një program apo një projektim në letra,
të cilën do ta bëjmë për kaq vite e tjerë. Kjo gjë na ka lodhur dhe komunitetin e Vlorës e ka bërë që të zhgënjehet dhe të ngrihet një frymë demoralizuese në këtë drejtim, aq sa edhe vetë mbështetësit që i kanë dhënë mbështetjen maksimale Partisë Socialiste për hir të realitetit në qytetin e Vlorës, ndjen një zhgënjim jashtëzakonisht shumë të thellë, besimi ka rënë, tre ndërhyrjet e fundit ju i dini të kryetarëve të bashkisë, sepse Ermal Dredha nuk është kryetari i fundit apo i pari i bashkisë që i shprekur autonomia, ju besoj e dini ngjarjen e ardhjes kryeministrit dhe rrëzimit të gjithë drejtorëve me një të rëndëlapsit. Prekja autoritetit të kryetarit bashkisë për ne është e shenjtë, po kjo ka ndodhur edhe me kryetarin Shpëtim Gjika, me kryetarin Dritan Leli dhe së fundmi me kryetarin Ermal Dredha. Dhe të prekësh autoritetin e kryefamiljarit të shtëpisë, do të thotë që ke prekur të gjithë shtëpinë dhe kushdo qoftë kryetar bashkie për kohën që është zgjedhur nga votuesit në mënyrë të drejtë për drejtë, ai ka autoritet të plot dhe të paprekshëm. Dhe prekja e këtij autoriteti bën që të rrëzohet besimi në gjithçka, në mbarvajtje në institucionit vet, por edhe të zinxhirit të funksioneve të tij. Kështu që erdhëm në këtë konkluzion duke parë të gjithë këtë situatë, e cila është, unë e skanova në mënyrë të shpejtë, por është edhe me thellë kur e prek dita ditës qytetin e Vlorës më thellë. Sota fjalën Artan Kutra, i cili që lidhet nga Franca. Faleminderit Alba për fjalën. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Sota. Unë do të nisesha, do të merrja shkas nga ajo që ju thatë në krye të intervistës, që shumë vlonjat janë larguar fillimisht drejt Tiranës, por edhe shumë të tjerë jashtë Shqipërisë. A keni ju një projekt, nëse do të zgjidheni si kryetari i Bashkisë Vlorës, a keni një projekt që ju të thithni investimet e atyre shqiptarëve që janë jashtë Shqipërisë ose të bashkëqytetarëve vlonjat tuaj që të rikthehen, jo vetëm të kthehen fizikisht, por të investojnë në qytetin e tyre të lindjes, pra në Vlorë. Shkurtimisht, nëse ju keni parashikuar një projekt apo projekte të tjera që i keni për zemër. Po shkurtimisht. Bonsoir. Bonsoir. Atëherë, unë jam marrë historikisht komuniteti ku jetoj e njeh shumë mirë aktivitetin tim dhe unë kam bërë një nisëm që në vitin 2014 duke prur mbi 22 investitor italian. Pikërisht duke krijuar ideja dhe vizioni im atëherë, unë kam qenë 34 vjeç në atë kohë dhe ata që më njohin shpirtin tim, ndoshta më thonë za pak fanatik për Vlorën, e dua jashtëzakonisht shumë dhe jam xheloz për Tiranën në Tonjza, po jo në sensin e keq, që të zhvillohet dhe Vlora me gjithë resurse që ka dhe bëm bashk 22 investitorë italian me kushti vetëm ishte që mos kishte konflikt interesi, do të thënë mos kishte dy biznese të njëjta për të investuar në qytetin e Vlorës. E organizova takim, i solla në Vlorë dhe pam një burokraci të theksuar atë kohë, të cilën të jemi sinqert, unë kam qenë pjesë e suportimit dhe e votimit të qeverisë vitit 2013-2014 të rilindjes së atëhershme, ku jo një pjesë e vogël, po një pjesë jashtëzakonisht shumë e madhe pati besim në këtë ardhje të re të kësaj qeverie dhe ndodhi zhgënjimi shumë shpejt. Zhgënjimi ka ndodhur pikërisht në këtë proces burokracisë, e cila ndaloi dhe pezmantoi këta investitorë të huaj. Unë i ndoqa hapa sapi. Zhgënjimi i dytë ka qenë vonesa dhe tjetërsimi i projektit Lungomare, i cili ishte me rrugë më të gjëra, me 4 korsi, 2 korsi vajtje, 2 korsi ardhje. Ne i kemi ruajtur gjitha ato projekte atëherë. I kemi të ruajtura në mënyrë të dokumentuar, ishte një projekt i cili do të mbaronte në vitin 2015, u shty, pati probleme të gjata, u zgjat deri në vitin 2017, por kemi ngritur dhe protesta, kemi bërë edhe dalje publike, po edhe mediatike në atë kohë, dhe është normale që biznesi nga të zgjatja dhe ndërhyrja aq e thellë
të pësonte një shok dhe aso kohë kanë qenë ikjet e para nga qyteti Vlorës, në vitin 2014-2015, emigrimet, mbylljet e disa bizneseve, dhe është shumë e thjeshtë që të ndodhte kjo gjë, sepse është një lloj si të ndërhysh në një operacion kirurgjikal për një operacion zëmre, po themi, i cili ka një afat të caktuar, sepse në qoftë se ai afat kalon 2, 4 apo 6 orë, atëherë ti në vend që ta shpëtosh pacientin, po kaloj 2 ditë, ti pacientin e vret dhe e njëjti krahasim ndodh dhe me një qytet i cili është në jetën e përditshme, ka një biznes, ka një ekonomi që lëviz dhe kjo u pengua atëherë. Dhe pati ato pësimet që ne i dim, pati një zhvendosje të bizneseve, mbyllje disa bizneseve, pati një emigrim të vitit 2014-2015, të cilët ikën drejt Gjermanisë, dhe në projekt pikërisht jemi fokusuar që të stimulojmë këtë prurje në bizneseve të reja, por duke filluar me startupet tek rinia, sepse është fakt që po ikën një pjesë, ashtu si ju e thatë, ne ishim të guximshëm që u larguam, dhe është pjesa më produktive që është larguar. Gjithmonë ai që largohet është një njeri që ka energji, që nuk e pranon komfort zonin dhe të bjerin degradim, dhe largohet dhe emigron, dhe është një njeri që është dhe krijues, dhe energjik, dhe produktiv, dhe gjithmonë kështu ndodh në çdo vend të botës. Dhe atëherë startupet janë që tek rinia pjesa më inteligjente, ajo pjesa më produktive, pjesa që prodhon dhe që ka dëshirë të prodhoj, të gjej një derë të hapur në bashki për projekte apo për modele biznesi, ku bashkia do të ndihmojë me startupe dhe do jetë një projekt pilot në fillim, ku ne kemi menduar që të jetë dikute, po flas me monedhë internacionale që të kuptohet më kollaj, të jetë 100.000 euro, të 200.000 euro, dhe këto startupe të fillojnë në mënyrë pioniere, le themi, 5.000 apo 10.000 euro dhe në bazë të projektit dhe të plan bizneseve. Mëtej, të gjithë këta të rinj, ne do t'i bashkangjisim tek ajo drejtoria e turizmit, ku duhet implementojnë, të fillojnë të mësojnë se si implementohet dhe si krijohen projektet për të prezantuar në grandet europiane, që siç e dim, ne jemi drejt rrugës drejt bashkimit evropian, dhe grantet po ashtu japin suportin e tyre, por këtu nuk ka asnjëri asnjë informacion në këtë lloj drejtimi, dhe duhet që t'i japim suport madje, dhe programi në vetvete i vetë bashkisë është që ato fondet mos t'i marrë dhe t'i zhvas, apo të mendoj si t'i konsumoj, por t'i amplifikoj dhe t'i shumëfishoj duke kooperuar me grantet europiane dhe duke i dhënë vendit Vlorës shumë produkt, disa herë më të mas nga buxheti i vetë bashkisë. Për sa i përket biznesit, unë po e bashkangjis tek pjesa e parë, duke te pjesa e parë ne pam problemin, dhe në këtë pjesë po mundohem të shpjegoj që e kemi në plan që të rishikojmë të gjithë planifikimin urbanistik në Vlorë, i cili duhet të modifikohet në një mënyrë tillë që të jetë në suport të bizneseve lokale, të prodhimit made in Vlora, të biznesit vlonjat dhe të prurjes së investitorëve të huaj, me të cilët kemi dhe kontakte jashtëzakonisht shumë të larta, dhe do të ketë takime urgjente një orë më parë me bashkëpunëtor apo me investitor të cilët kanë dëshirë që të investojnë në qytetin e Vlorës, dhe duke respektuar vizionin dhe orientimin që ne kemi drejt zhvillimit të qytetit të Vlorës në raport me atëre projekti bazohet në koordinim me një Vlorë ekologjike, me një Vlorë që zhvillohet paralelisht me standardet europiane, duke filluar që nga transporti publik i cili do të në vizionin tonë është elektrik, në shtëpitë ekologjike të cilat janë auto produktive, do me thënë, do implementojmë jashtëzakonisht edhe në ndërtesat e shkollore apo ndërtesat publike, panele diellore, do japim prioritet energjisë të rinovueshme, dhe ky standard do të jetë gjithmonë paralelisht me atë standardin që kërkon Europa kryesisht për vitet 2030-2050, sepse nëse ne ecim çorazi
pa orientuar vetë biznesin vendas apo banorët vendas, atëre shkojmë drejt dështimit. Dhe kjo do të jetë në zyrën e turizmit, e cila do të ketë dhe këtë dikaster i cili do të orientoj dhe do të informoj gjithmonë banorët e vetë se cili është drejtimi i zhvillimit që edhe vetë biznesi duhet të ketë. Gjithashtu edhe në bujqësi dhe në blegtori, sepse duhet të orientojmë që mos të mbjellin bujqërit, mos të mbjellin çfarë ata mendojnë se është e suksesshme apo produktive për ta, por duke patur një pikë orientimi e cila ka kontaktet me tregjet e jashtme, atëherë bashkia ka për detyrë që të orientojë bujqërit, shiko, ju nuk do të mbillni domate, por do të mbillni 1, 2, 3 produkte të cilat ne i garantojmë që kanë një treg të garantuar në Bashkimin Evropian, sepse unë e shikoj personalisht që kemi ecur në një drejtim të abandonuar të vetë banorëve, të bujqëve dhe të çdo banori po flas konkretisht në Bashkimin Vlorë, pa një orientim të saktë dhe të qartë. Dhe bashkia, siç e thash në krye të erës, është kryefamiljari i cili duhet t'i orientojë qartë të gjitha fushat. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit zoti Sota. Fjalën e ka zonja Rafaela Prifti, e cila lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Faleminderit për bisedën me ne. Zoti Sota, ju përmendet zhgënjimin dhe elektorati dhe unë do t'ju pyesja nëse ky zhgënjim bëhet pengesë për kandidat si ju, ose më konkretisht. Si ju përgjigjeni ju njerëzve që thonë që edhe një kandidat si ju nëse fiton, do të bëhet siç janë pushtetarët e tjerë sot? Në këtë drejtim unë e kam më të lehtë se kushdo tjetër, sepse unë si person kam dhënë jashtëzakonisht shumë prova në komunitetin ku jetoj, në qytetin e Vlorës, me aktivitetet e mia, dhe njihem vjetësisht si njeri i fjalës, edhe këtë e kam parim që nuk e kam thyer dhe nuk do ta thyej kurrë, për sa kohë Zoti më bekon me mendjen dhe me shpirtin që kam, dhe këtë pjesë e kam më të lehtë. Unë garën nuk e kam me komunitetin faktikisht, garën e kam me mekanizmin e qeverisë së majtë në fuqi që është sot, pra një mekanizëm që njihet gjithësisht në qytetin e Vlorës, i cili funksionon si një ushtri me ushtar të betuar, do të thosha, në kuptimin figurativ, dhe gjithë fokusi im i fushatës nuk ka qenë më shumë tek bindja e qytetarëve, se nuk më besojnë, se sa tek sistemi i cili për hir të vërtetës është kthyer në një kaset, si ato kasetat e viteve 90-60 minutëshe, që sa herë vjen pjesa e fushatës elektorale, rikthehet dhe bën prap play, replay, dhe ne shohim si një shirit që është i lodhur tashmë dhe po kputet, sepse nuk mund të besohet një njeri, dhe unë personalisht nuk do ta kisha më fytyrën të dilja para njerëzve pas 27 viteve në bashki, pas një qeverie kaq të zgjatur, duke premtuar të njëjtat gjëra. Personalisht e them me sinqeritet, mua do më vinte turp dhe as do t'i futesha fare kësaj lloj gare, sepse unë jam 45 vjeç sot. Edhe gjithë kohën e kam parë, nuk e kam parë jetën, as e kam dëshiruar kur jetën karrieriste, e kam parë duke marrë shembull nga prindrit e mi, dhe jam ndier jashtëzakonisht shumë mirë kur në jetë, në punë, mua më kanë shprehur fjalët më të mira për baban tim apo për familjen time, dhe kjo më ka prekur dhe më ka vibruar zemrën, dhe unë jam rritur me këtë lloj ndjenje dhe dua që nesër pas nesër të njëjtat gjëra t'ia thon edhe djalit tim. Kështu që në këtë aspekt jam shumë i qetë. Fjalën e ka zoti Genc Burimi, i cili lidhet nga Franca. Po, zoti Sota, dhe bëj një pyetje origjinale. Por çfarë do kishte dëshirë të pyesja? Për çfarë kisha unë dëshirë të më pyesni? Po. Çfarë do t'i bëni turizmi dhe si do ta shkundin të Vlorën në krye të bashkisë? Okej. Do bëj të pyetje, por thjesht me një këshill.
Ju dëgjoj juve, dëgjova para jush atë të Tepelenës, zotin Guma. Guma, Gabriel po, Guma. atë të Beratit, dhe nuk e di a jeni koshient apo jo, nuk di ndaj dhe mendimin e kolegëve, por kur ju dëgjoj, me që se jeni të ri që vini politik, më dukeni si ata që kanë përshkuar një shkretir në këmbë për një javë, dhe kur arrin në një oazis, pini ujë sa do shpërtheni. Dhe kur dëgjoj, ju mbase se kuptoni, po mbani fjalime teza kryeministrash. Është për të admiruar, sepse edhe një herë bravo i qoftë, politika është një vokacion, ju uroj, po a jeni të gjeshëm që flisni për turizmin, për ekonominë, për bujqësinë, për kulturën, por edhe për atë ishte mjaft e bukur që është mbi Pasha Liman. Flisni për sportin, flisni për gjithçka. Edhe se me vete kur ai para jush kishte me vete kryeministrin, kishte me vete Këshillin Bashkiak, kishte me vete donacionet e shtetit, nuk e arrinte, u bën 3 para te. Ju, si një ermit që po përshkuani shkretirën, doni t'ja dini ku s'keni vete as qeverinë, sigurisht jo, as finansat qeveritare jo, po s'keni as Këshillin Bashkiak jo, jeni në kohabitacion po fitoni. Prandaj jam admirues të paktën në aspektin verbal, jeni shumë të fortë. Prandaj po ju them që zgjidhni çfarë doni si pyetje, flisni për turizmin, po që është fascinante. Okej. E di pjesën e shumicës së Këshillit Bashkiak. Unë e kam shprehur dhe herë tjera. Unë kam luksin, ndoshta, në qytetin e Vlorës që nuk i kam parë me ngjyra asnjëherë asnjë vlonjat. Siç e thash kryetarës, unë jam një fanatik i Vlorës, edhe jam i admirues i njerëzve punëtor dhe produktiv. Duke thënë këtë, dua të theksoj që të gjithë atje në Këshillin Bashkiak, ndoshta me ndonjë përjashtim të vogël, unë i njoh personalisht. I njoh që të gjithë. I kam miq, i kam shok, jam koshent që në politik ndryshojnë gjërat, por në momentin që unë zgjidhem kryetar bashkie, zëri i Vlorës ka folur, në shprehur, dhe automatikisht në mënyrë de facto, ndoshta jo de jure, ajo shumica atje duhet të dëgjoj shumicën e zërit të vlonjatëve. Dhe unë do t'u zgjas dorën për bashkëpunim si një vlonjat që i do që të gjithë vlonjatët dhe nuk bëj dallim as pak për vlonjatët që duan Vlorën. Në rast se ata zgjedhin të duan më shumë vijën partijake dhe të rreshtohen si ushtar sesa Vlorën e cila ka folur, unë jam gati që mbledhjen e Këshillit Bashkiak do ta bëj, do ta zhvendos në sheshin e Flamorit. Dhe atje do të ftoj të gjithë qytetarët vlonjat. Do të shpalos projekt buxhetin, vizionin tim, dhe do t'i lëj që të flasin përballë qytetarëve të tyre dhe të ballafaqohen me ndërgjegjen dhe me votuesit e tyre se për çfarë i kanë votuar. Them këtë, unë nuk jam konfliktual si tip, por jam një njeri që jam kokfort në sensin e mirë të fjalës për të bërë ndryshimin për mirë dhe përveç Zotit nuk ka askënd dhe vlonjatëve vet, nuk ekziston askush që të më kthej pas në vendimet dhe në vizionin tim. Për sa i përket zhvillimit të qytetit të Vlorës. Unë e kam thënë disa herë, e shikoj Vlorën me gjithë potencialin e saj, dhe është një potencial jashtëzakonisht shumë i madh. Jemi një nga qytetet e rralla ndoshta edhe në botë që laget nga 2 dete. Jemi ndoshta një qytet i bekuar, unë e them shpesh, sikur Zoti ka zbritur dhe e ka bërë vetë me dorën e tij, sepse dhe perëndimi, mënyra, pozicioni gjeografik, ujë pishëm, në cila 70-80% e botës vuan për ujë të pishëm, po të ulej sot apo kurdo dhe të pyeste të gjithë vlonjatët me zërin e tij, asnjë vlonjat nuk besoj se do të kërkonte diçka tjetër nga Zoti. E thën këtë, po them që Vlora ka jashtëzakonisht bekime nga ana natyrore, gjeografike dhe nga ana e Zotit. Zoti,
mbase më njihni që jam shpesh e kam gjakun e nxehtë për debate televizive, dhe një herë se kuptoj, ata tre para teje, plas me ty, nuk e donin Vlorën. Ata Do ta tre para them. teje, nuk donin ata ujë të pishëm lagjën ku ke lindur i jetuar. Të sa të kuptoj unë. Unë janë aty do trastarë të kombit, janë ignorant, janë Jo. të se kuptoj. Po, Aty mos të do shpjegoni. Po. Aty do të dal. Atëre, duke bërë të parantezën, po them që nuk mungon tek Vlora potenciali, mundësit, aftësit për ta zhvilluar më tej. Vlora ka një kangren, e cila ndoshta i ka paralizuar të tre kryetarët e fundit të bashkive, dhe kjo kangren është militantizmi. Militantizmi, për fat keq, është i punësuar në këto administrata dhe në shumicën e rasteve rezulton që marrin rroga dhe nuk punojnë. Që do të thotë, duke qenë një kryetar bashkie i orientuar nga partia dhe i komanduar nga partia, dhe rasti i fundit ishte zoti Ermal Dredha, i cili për rastësi është dhe shoku im i fëmirisë dhe si person është një person jashtëzakonisht i nderuar dhe me dorëheqjen tregoi integritet të lartë. Nuk besoj që karakteri vlonjat, sido që të jetë, gjithmonë do të dalë në gjenetikën, në genin e tij rebel në thonjza, të detyrohet që të firmosi për llogaritë të partisë. Dhe thëm këtë, prandaj ka ndodhur dhe konfliktet e fundit, edhe konflikti me Lelin ka qenë pak a shumë e njëjta situatë, por Leli mbajti atë qëndrimin, që mbajti dhe vazhdoi mandatin e tij deri në fund, duke mos marrë më komand nga partia. Në këtë rast nga kryeministri zoti Edi Rama. Kjo është, mendoj unë, e pa justifikueshme, sepse kryetari i bashkisë ka autoritetin dhe reputacionin e tij, dhe unë në këtë formulë nuk do të kem një komandues nga lart, sepse nuk do e pranoja që të kandidoja në një formulë të tillë, por do të ndjek zërin dhe shpirtin vlonjat, dhe atje në administratën e Vlorës do të ketë vetëm punonjës të cilët e duan punën, të cilët kanë të njëjtin vizion me mua dhe që kanë pasionin, shpirtin dhe vullnetin të punojnë dhe të avancojnë përpara për idealin. Pse s'ka ujë Vlora? Pse s'ka ujë Vlora? Ku është problemi i administratës? Se besoj se s'ka ujë Vlora sepse një administratë plegjuma për cigare. Do të jetë më komplikuar ose më inxhinier. Për drim ke ujë, se të folë për turizmin do ujë. Unë me koleg francez të dyshit France Televizion, si të shija Shqipëri për shumë e madhe. Bëm reportazh në Tragjas të Vlorës. Ishte një tur. Sepse merresh ujë atje për të çuar poshtë tek turisti, dhe ai Tragjasi ja 400 familje detyrohen dhe hapin puse që paguajnë 7.000 euro pusin. Ujin e tyre është e vërtet. Është e vërtet. Që që unë nuk shoh këtu ku është problemi atij funksionarit të bashkisë që është. Mos i bëni gjëra të thjeshta, sepse edhe një herë do krijoni një shpresë të rreme. Mundoni të bëni një diagnostik real, por diagnostiku që konsistohet të thuash që problemi është i keq marrjes në punë të njerëzve që janë dhe mbeta, më duket shumë diagnostik i cekët. Më fal. Ka gjëra më po. Unë vi nga biznesi, unë kam pas fëmijë të gërmimi, e kam nisur shumë shpejt dhe njoh shumë mirë në tokën e Vlorës, njoh shumë problematika, siç kam njohur dhe atëherë administratën apo burokracitë në thonjza. Është bërë një dëm shumë i madh duke kaluar drejtorinë e ujësjelljes kanalizimeve nën Ministrinë e Infrastrukturës. U shehur kjo e drejt Bashkisë së Vlorës në bashkinë e fundit, dhe me vendim të Këshillit Bashkiak i ka kaluar Ministrisë së Infrastrukturës, po zonjës Balluku. Ky është një dëm i madh në këndvështrimin tim. Ju jeni gjangxhet në komunikim, mua më pëlqen se unë jam vlonjat dhe ne kemi pasionin jashtëzakonisht të lartë. Mos na shikoj kështu të qetë për momentin. Nuk e bëj qetë dukesh. Por unë u garantoj që të gjithë instrumentat dhe të gjithë armët në thonjza që ka bashkia dhe i ka të mëdha, do të bëj presionin maksimal së bashku dhe me qytetarët e Vlorës që kjo gjendje mos të vazhdoj dhe të atrofizoj këtë sistem që ka vazhduar dhe sot e kësaj dite që ju me të drejtë e thoni. Debat me mua bashk për të kaluar në diçka më të thellë, pra si ka qenë thjesht, që ka thjesht
militant, por patjetër. është problem ligjor që se keni më në dorë, prandaj unë dëgjoj juve diskurs kryeministri, sepse çështja nuk është ajo tja. Sepse është e kapur. Atëherë, ti jemi Jo është e qartë. kapur, është ligji. Unë- I ka dhënë kompetencën në Yshjellësit, ja ka dhënë shtetit në dëm të lokalitetit. Dhe kjo nuk është në dorën tuaj. Pra po krijoni një shpresë të rreme qytetarët, vetëm ti po ti mblidhin ata të bëjnë greve demonstrata. Por sot është parlamenti që mund të shojë këtë gjë. Nuk e ka në dorë kryetari i bashkisë së Vlorës apo Tiranës apo me gjithë vullnetin e mi që keni. Kjo duhet të thonë shtetasve në fushat. Se e pak po mos kisha insistuar unë, do kisha rënë në gjumë, në atë Jo, kursin absolutisht. miqësor që më absolutisht. ngritet, dhe kur bëra pyetjen pse s'e kanë bërë para jush, më tha se pse kishin marrë punë militant. Po grita çik më tepër, dole që nuk është punë militantizmi, është problem ligji. Pra këtë Por- keni këtë dialog keni me qytetarët, sepse do krijoni Por- shpresë të rreme. Atëherë, jo. Punë është Jo, në më Francë, në lejoni, Francë. më lejoni. Le Pen ekstremi djathtë krijon shpresë të rreme që pa Europën do i më mirë, po pa Europën do i më keq. Po? Edhe Atëherë. kujdesni ke shpresa e rreme. Më mirë thonë gjërat shqiptarëve që unë nuk jam Superman, kjo është gjendja sot. Dhe fitoria ime Po, patjetër. në bashki nuk është një hap i parë, na duhen të tjera luftra politike. Qoftë edhe me parlamentarët e Vlorës, pra qoftë të parlamentarë të PD-s dhe të PS-s, që t'i thonit në parlamentin qendror të Shqipërisë të bëjnë pikërisht ligje që të mundsojnë autonominë lokale të paktën për ujin. Okej. E te kalon debatin e bashkisë. Po, më falni. Atëherë, po, të ndjek me vëmendje dhe e kuptoj thelbin, por unë këtë gjën që ju e thoni tani, kam dashur gjatë gjithë kohërave që t'i bashkoj ata të 12 deputet që ka qyteti Vlorës dhe kam qenë një fryme që 12 deputet nga qyteti Vlorës në vend që të grinden me njëri tjetrin edhe të bien pre për çfarë dhe sundo, të ngrënë zërin atje lart në kuvendin popullor si vlonja të vërtet, me autoritet edhe me inteligjencë, për më tepër për të kërkuar të drejta dhe zhvillimin e qytetit Vlorës. Pjesa e Ujësjellësit ka ndodhur vetëm një vit e gjysmë, sepse ka qenë administrim të Bashkisë së Vlorës. Pra Ujësjellësi ka vetëm një vit e gjysmë që ka kaluar në administrim të Ministrisë së Infrastrukturës. Pra nuk ka qenë kështu realiteti më përpara. E di. Dhe për këtë them që ka qenë e pafalshme, sepse duhet të kishte ndërhyrje, janë hedhur në ndjenin time qindra miliona euro. Dhe miliarda në Shqipëri. Sot po të flas për Vlorën, dhe sot thjesht të pyesësh ChatGPT-n me të dhënat, sepse sot inteligjenca artificiale ka të dhëna jashtëzakonisht shumë të mëdha dhe për punimi dhe procesimi më shpejt se sa një inxhinier normal. Ajo të thotë që për gjithë impiantin e Ujësjellësit të Vlorës nevojiten 65 deri në 75 milion euro. Ne kemi që nga viti 1990, po deri në vitin 2003 rezultonte një shifër shumë e ulët, duke filluar kryesisht nga viti 2009-2010 e mbrapa, ka pas një shifër që e kishte dyfishuar këtë shifër që ne sapo folëm. Pra janë hedhur dyfishin e vlerave miliona që i bie që janë vjedhur. Automatikisht të çon këtu logjika, sepse kur të thot informacioni i saktë që duhen 65 deri në 75 milion euro që ta bësh nga fillimi një impiant të mirëfillt për gjithë qytetin e Vlorës dhe në një popullsi me 250.000 banor, të duhen 65 milion euro, atëherë i bie që këtu është abuzuar dhe lekët janë bërë rushe kumba. Mos hynë ato ujëra sepse nuk është kompetencë juaj. Tjetër gjë. Si ka mundësi ti kandidat, pas me ty, falë sepse ti kandidat i Vlorës sot, që kërkon të zhvillosh turizmin, të marrësh kryesin, të jesh sot i munguar në debatin kaq të zjarëm të aeroportit të Vlorës. Nuk ka ky qytet, do të bëj pyetjen, nuk ka ky qytet një mendim të tin për diçka që bëhet të prodhë vet e para vita. Si ka mundësi të kërkon 70 milion ti për Ujësjellësin dhe asnjë nga Vlora s'kam dëgjuar që ajo naftë, ai gaz, që vjen nga Azerbajxhani dhe shkon ushqen Italinë me 10 miliard kub gaz në vit që kalon nga Vlora, nga Tapi. Sa merr Vlora, sa merr Shqipëria? Nada. Zero. Atëherë kjo është etapi të një çështje. Kjo debate më dha shqiptare që kalojnë për Vlorës. Po duhet t'ju lidhim. Atëherë Tapi është një çështje që kjo vërtet lidhet me kryeministrinë.
Është një çështje që jo se kam ngrit zëri më përpara, në rrethet tona të biznesi kemi diskutuar shpesh herë si ka mundësi që kalon një interkoneksion i tillë i gazit, i cili është ndërkombëtar dhe shteti shqiptar nuk merr as edhe një cent përfitim. Ne vim nga biznesi dhe këto gjëra nuk i japim dot një sens logjik, është e pakuptueshme. Dhe këtu është një keq menaxhim ose nuk është punë biznesi, më fal, është puna amerikanëve, indianëve në Amerikë. A pashët? Po pra, jo, ta thash me biznes ata. Është toka ime shteti amerikan, është toka ime shteti australian, në kontime ti, tokën tënde. Ta thash në sensin që ne si biznes, si koncept biznesi, nuk e kuptojmë dot një praktik të tillë ku të shfrytëzosh tokën time dhe mos të përfitoj unë. Në këtë sens e kisha. Për pjesën ne kemi, po këto janë çështje për kryeministrinë, kemi naftën, apo jo? Nafta qarkullon që këtu nga Vlora, trenat vinë në shinat e Kurudhës së Vlorës dhe përfundojnë në portin e naftës në Vlorë. Atëherë, po këto janë çështje që kalojnë, prandaj nuk doja të ngelesha, këtu doja të vazhdoj pak më tej. Po që për këto çështje kemi në fushat që nesër të mobilizosh popullin e Vlorës me protesta të bllokojnë rrugët. Aeroporti është shumë e rëndësishme. Po patjetër. Sepse edhe një herë debatet mbi Vlorën bëhen pa vlonjatët dhe a ke ti si kandidat rast më të artë, më të volitshëm që të shkosh dhe të ndjerrësh kauzën e qytetit tënd në planin kombëtar dhe biles ndërkombëtar deri në Europë, që banorët e qyteti ku kalon gaz sjellësi më i madh sot që është në atë pjesë të Evropës, marrin zero. Mobilizohen dhe kërkojnë kapitalistët të ndyrë, se janë kapitalistë të ndyrë që ju shfrytëzojnë juve, të paktën të paguajnë që të keni ujë. Atëherë janë të lidheni juve me gjërat botërore, sepse për ndryshe na Patjetër. Është çështje shumë e rëndësishme, por për momentin për turizmin çështja më e rëndësishme e cila ka t'i kaluar afatet sepse ishte premtuar për vitin që kaloi, është aeroporti. Aeroporti është një oksigjenim jashtëzakonisht shumë i fuqishëm për qytetin e Vlorës, por dhe për të gjithë rajonin deri në jug. Dhe ky spostim dhe kjo çështje na ka shokuar faktikisht, çështja e spagut, se në rast se aeroporti nuk hapet prapë në afatin që na është premtuar në shkurt, i bie që ne kemi bërë premtime ndaj turistave dhe ndaj klientave të rreme. Dhe kjo do përkthehet në një dëm akoma edhe më të madh vitin sezonin turistik që vjen përpara. Dhe kjo është një çështje që është shumë e rëndësishme në qytetin e Vlorës që e ka ngrit shumë tensionin. Dash Zoti përfundon sa më parë, por është një çështje që do të ketë tryshtin dhe presionin jashtëzakonisht të lartë nga unë nesër si kryetar bashkie, sepse është e pafalshme kjo situatë. Për sa i përket turizmit, thash që jemi 10-20 vite mbrapa në këndvështrimin tim, duke qenë që unë vi nga ajo fushë dhe kam qenë dhe jam kryetari i Artës i Aulona Regional Tourism Association, ku kam bërë disa takime dhe organizime, kam prur Sinda Koneriminit për bërë binjagëzim, kam prur gjithë ambasadorët europian duke prezantuar me një Liburne që është anje tipike e brigjeve bregdetare për t'i treguar pak edhe këtë pjesën historike të qytetit, duke patur në këtë aktivitet të ftuar dhe të rinj nga shkolla tregtare dhe të rinj biznesmen nga qyteti Vlorës dhe i bëm një udhtim, i çuam në ishullin e Sazanit, duke treguar dhe duke shfaqur problematikën pikërisht për rinin, sepse nuk ka një shkollë turizmi të mirëfillt në qytetin e Vlorës, por ka një shkollë që ndjerë diku te 50-60 dhënët, ndërkohë që në qytetin e Vlorës ka një boshllëk punojësish. Dhe unë jam kundra personalisht punojësve të UOI, sepse punojësit e UOI ekonominë nuk e përkthejnë në qytetin, në zonën ku ne banojmë. Unë jam pro punësimit të banorëve kryesisht vendas dhe të territorit të Shqipërisë, sepse kjo ekonomi përkthehet në një rreth vicioz në të gjithë qytetin e Vlorës. Kemi ngritur zërin jashtëzakonisht shumë për pjesën e infrastrukturës, e cila edhe sepse janë hedhur miliona, nuk ka vajt në drejtimin e dur që zhvillon një qytet turistik si qyteti i Vlorës, ku thash dhe më sipër, nuk mungon rruga për në Orik, mungon infrastruktura për në Orik, mungon infrastruktura për
në kishën e Marmirojt, infrastruktura e mirëfillt për te Kalaja e Kaninës, ajo ura që të shkon tek ishulli i Zvërnecit, prap kanë ndjerë probleme sepse nuk është parë në një model afatgjat, por ne nuk kemi, duke marrë shkak për shembull nga Tirana, nuk kemi disa vende atraksioni historike në qytetin e Vlorës, siç është Bunkart në Tiranë, po marr shembull, apo Shtëpia e Gjetheve, të cilat këto janë burimet e të ardhura për buxhetin e Bashkisë së Vlorës. Dhe këto janë të gjitha të ardhura të munguara. Kemi një mungesë të theksuar të parkingjeve në qytetin e Vlorës. Nuk kemi një stacion qendror të autobusave dhe unë, siç e thash më sipër, jam i orientuar drejt transportit elektrik me energji të rinovueshme, e cila duhet të vej, ka dhe 39 fshatra Bashkia Vlorë, e cila duhet të ketë lidhje me të 39 fshatrat, jo vetëm me qendrën e qytetit Vlorës, por duhet jetë e lidhur energjetikisht, ashtu siç ju banoni në Perëndim dhe e dini shumë mirë që me një program, me një aplikacion mund të gjeni shërbimin e transportit në moment dhe me minuta, madje në Zvicër kam qenë kohën e fundit dhe atje nuk lëvizte, nëse do vemi në orën 9:01 minutë, do vemi në orën 9:01, kjo nuk ekziston fare në qytetin e Vlorës. Nuk ekzistojnë semaforët. Pra, nuk ekziston një web digital të cilin e kam në program dhe duhet bërë në mënyrë urgjente, i cili do titullohet Vlora e hapur, ku të gjithë qytetarët e Vlorës duhet të kenë akses konkret dhe transparent të gjitha aktiviteteve të qytetit Vlorës dhe çdo leku nga projekt buxheti i qytetit Vlorës se si shpenzohet. Duhet të ketë një web qendror i cili të lidhet direkt me turistin dhe të ketë informacion në kohë reale për gjithçka ofron shërbime qyteti Vlorës. Pra, kur unë iki dhe shikoj dhe udhtoj shpesh në Europë dhe në vizionin tim këtë puzzle e kam të qartë në kokën time dhe për një moment rikthehem në realitetin e qytetit Vlorës, më duket realisht për fat keq sigur jemi në epokën e gurit. Do me thënë, si mund të pretendojmë në një turizëm 12 vjetor, kur ne nuk i kemi dhënë prioritet turizmit historik, turizmit arkeologjik, turizmit ndërkombëtar, panajire ndërkombëtare. Ne nuk kemi krijuar evente, ne nuk kemi krijuar, nuk i kemi dhënë prioritet ushqimit tradicional, prodhimit vendas, ne nuk i kemi dhënë prioritet eventeve që duhet, për mendimin tim, duhet ketë 12 evente për gjatë gjithë vitit, çdo vit dhe muaji nëntor, i cili rezulton statistikisht që në gjithë botën është muaj më i ulët në turizëm. Ne na ka bekuar po prap Zoti që kemi historinë e flamurit dhe duhet ta kthejmë muajin e nëntorit, përfitojmë dhe ta kthejmë në një fest mbar ndërkombëtare për mbar shqiptarinë. Dhe në diskutimin e fundit që kemi patur dhe me kryetarin e emëruar të bashkisë, realisht u indinjova sepse flasim për festën e nëntorit, sikur është një festë dekorative, ndërkohë që për festën e nëntorit është derdhur gjak dhe është një festë mbi festë, sepse fillon që në kohën e Skënderbeut dhe është festa, prandaj quhet nëntori i dytë, me ngritjen e flamurit për gjithë shqiptarët, që është një festë ku gjithë shqiptaria duhet të dridhet dhe të gjithë kryetarët e bashkive atë ditë të mbar shqiptarëve dhe të gjithë institucionet, të gjithë ju duhet bëni pjesë ditën e 28 nëntorit në qytetin e Vlorës. Duhet të jetë një festë krenarie. Nuk erdhi Kurti duket, nuk erdhi që vun bashkë me Ramën, nuk erdhën. Po, u bë, erdhi Kosovar. Por është bërë kashillëk nga Tirana për fat keq dita 28 nëntorit, ndërkohë që duhet festohet në Vlorë. Dhe hajde festojmë festat e tjera në qytetet e tjera. Unë jam për t'i dhënë identitetin e fuqishëm që i takon jo vetëm qytetit Vlorës, por ta edh pak më gjerë çdo qyteti shqiptar, sepse më duket sikur e kemi harruar pak atë identitetin. Dhe ne shesim më mirë në turizëm kur ne kemi identitet të qartë dhe të saktë ndaj turistit tuaj, se nëse ne kemi një qasje internacionale në kulinari, internacionale në mënyrë shërbimi, internacionale në mënyrë ofrimi, atëherë për çfarë do ta kuriozoj turistin për të ardhur në Shqipëri, thjesht të bëj një kalim, një pasazho, edhe pastaj duhet i ngelet në memorie një emocion dhe s'po më vjen fjala, një eksperiencë jashtëzakonisht të veçantë në qytetin e Vlorës, që t'i ngelet në mendje siç na ngelet ne në mendje një vend i caktuar për të cilin do të riktheheshim prapë me dëshirë, si për shembull është Roma apo vendet caktuara në botë.
ne duhet të kthehemi identitetin, sepse po kthehemi në një vend anonim, po kthehemi në një vend që nuk është orientuar drejt zhvillimit ekonomik dhe të biznesit të qytetit Vlorës. Faleminderit shumë. Fjalën fjalën Faleminderit. Jap fjalën zonjës Elida Buçpapa, e cila lidhet nga Zvicra. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Sota. Ju thash atëherë kur hikëm ne, ju thash që ne ishim trima, tashti ka ndodhur është viceversa. Tashti jeni ju trima aty që qëndroni dhe rezistoni. Ju dëgjova me shumë vëmendje me të gjitha ato që ide tuaja që janë të shumta edhe, po ju e keni të qartë kur thoni që aty keni militantët, aty keni patronazhistët. Vlora, siç e dini, është një bazë e mirë edhe për mafjen, që mafja do që Vlora të jetë kështu, të jetë e bunkerizuar. Elida, më fal për ndërhyrjen. Kujdes me gishtin se kem mbuluar ekranin. Të lutem, ha? Do ta formuloj. Më fal. Okej. Kështu që unë i dëgjova idetë tuaja janë vërtet interesante, po ju ndërkohë e keni shumë të qartë që kur flisni për militantët, flisni për patronazhistët, siç e thash, mafja ka qendrën e vet. Ka qendrën e vet në Vlorë të investimeve, plus keni edhe partin, keni kryeministrin që ai i pushon zyrtarët në bulevardin të sheshi Flamurit. Si do t'i kalon? Është e bunkerizuar, pra. Është e bunkerizuar nga politika që ka 28 vjet, është një status quo. Si do t'ja dilni që t'i kaloni të gjitha këto pengesa? Është një vrapim me shumë pengesa. Atëherë, faleminderit për pyetjen. Është një kohë e shkurtër sepse janë zgjedhje të pjesshme, vështirësia ndoshta ishte kjo që ishte një kohë jashtëzakonisht e shkurtër, por ne e morëm guximin që të dalim edhe të kërkojmë votbesimin, duke qenë se e njohim mirë frymën edhe zhgënjimin e madh që është realisht në Vlorë për këto problematika që sapo folëm më përpara, përtej militantizmit, le të themi, sepse zhgënjimi më i madh ka ardhur edhe nga vetë të majtët. Për një sër problematikash që ne i kemi parë 2 muajt e fundit, 3 muajt e fundit. Me thënë janë shumë të freskëta. Mbas zgjedhjeve të fundit morën 83 deputet dhe një pjesë ishin shumë drejtorë që u pushuan me një të rënd të lapsit dhe ata drejtorët prit të realitetit ishin ata që bën fushatën më të madhe në zgjedhjet e 11 majit. Dhe që aty vjen zhgënjimi i parë, me një të rënd të lapsit, ti shkarkon nga detyra ata që në fund të ditës punuan për ata deputet të cilët janë sot në kuvend, ku Vlora shtoi edhe një deputet tjetër nga 8 Partia Socialiste mori 9. Ky është një zhgënjim mos vlerësimi dhe demotivimi. Dhe kjo ka pasojat e veta. Nuk jam dakord për pjesën e Vlorës që etiketohet si bazë mafje. Pse? Sot në Vlorë ne i njohim të gjithë njëri tjetrin. Ato që etiketohen si mafje nuk jetojnë sot në qytetin e Vlorës, nuk janë këtu. Është një komunitet që ndryshe nga ndoshta qytetet të tjera dhe unë s'dua të etiketoj askënd, nuk është shumë e kujdesshme në marrëdhëniet me njëri tjetrin. Pra qyteti në vetvete i Vlorës është shumë i kujdesshëm në marrëdhëniet me njëri tjetrin dhe pra atë pjesë që ju e etiketuat mafje, unë nuk e etiketoj të tillë, por Vlora ka një veçori të veçantë edhe ma lejoni ta them. Është shumë vështirë në Vlorë që ti të hysh edhe të bësh raprezalje apo të bësh ngjarje kriminale apo të bësh pa patur kujdes nga të gjithë banorët e qytetit të Vlorës, sepse çdo banor në qytetin e Vlorës është i shenjtë. Pra, duke vajtur dhe duke menduar se po zgjidh një problem apo një akmarrje apo ku dëgjon si mund ta quaj, ti je futur një valleje tjetër dhe në qytetin e Vlorës këto gjëra
janë shumë të kujdesshme për të ndodhur dhe nuk para ndodhin ashtu siç mund të mendohet rëndon. Dhe thënë këtë, po them që qyteti Vlorës sot është shumë i qetë në këtë drejtim. Dhe po flet një banor i saj që ka 45 vjet që jeton, që ka një familje jashtëzakonisht të madhe në qytetin e Vlorës, qoftë nga babai, qoftë nga mamaja, dhe e njoh 360 gradë qytetin e Vlorës dhe më njohin jashtëzakonisht shumë mirë. Si do t'ja dalim? Ne kemi hyrë këtu për t'ja dalë. Do me thënë, qëllimi jo nuk është thjesht një aventurë, ne kemi hyrë që t'ja dalim dhe që të bëjmë bashkë të gjitha forcat opozitare dhe të gjitha interesat e biznesit dhe të gjithë qytetarëve për të kthyer një shpresë të vërtet dhe një qasje të vërtet edhe të vetë mentalitetit, ashtu si që e përshkruat, që gjërat mund të ecin edhe për një vit e gjysmë shumë herë më shpejt se sa ndoshta edhe për 2 mandate bashkë. Thjesht dhe vetëm thjesht me punë, me vullnet, me pasion dhe me impenjimin maksimal dhe me lidhjet edhe ndërkombëtare qofshin ato, edhe për financimet që ju thoni, dhe dua të theksoj këtu që në lidhje me kryeministrin e Shqipërisë, unë personalisht jam një njeri, siç e thash më sipër, jo konfliktual, jam një njeri shumë institucional dhe për sa kohë kryeministri i Shqipërisë, dhe kjo ka shumë kuptime, është i zgjedhur nga qytetarët dhe nga banorët në shtetasit shqiptar, unë do ta respektoj maksimalisht institucionin e kryeministrisë. Por thëm këtë, nuk do të lejoj asnjëherë, në asnjë moment që të cënohet autoriteti apo larg qoftë edhe të bullizohet. Kjo në mënyrën më absolute nuk ka për të ndodhur kurrë. Dhe më lejoni që t'i bëj thirrje që ka momentin më të mirë që kryeministri me këtë lloj mënyre vetë qeverisje në Bashkinë e Vlorës të tregoj dashurinë jashtëzakonisht shumë të madhe për qytetin e Vlorës, sepse ndonjëherë më është dukur sikur ka qenë në garë me mua, duke u shprehur që unë e dua jashtëzakonisht shumë herë më shumë Vlorën se sa sota. Por unë e dua me shpirt, e dua me pasion, të gjithë janë dëshmimtar se sa shumë e dua Vlorën dhe ju shtoft dëshira e madhe, dashuria e madhe kujtdo që ta doj edhe më shumë se sa unë Vlorën. Dhe lutem Zotit që ta duan realisht dhe sinqerisht sa më shumë Vlorën. Kush vjen në Vlorë do Vlorën. Atë rrugën për në Kuzbaba do ta bëni, se dhe atje është katastrofë kur shkohet. Shiko, unë thash pak më parë, jo vetëm rrugën në Kuzbaba, është qëllimi im i parë që mos të merrem thjesht me kartolinën e Vlorës, por dua ta rikthej dhe ta ekuilibroj dhe ta balancoj çdo rajon dhe çdo lagje të qytetit Vlorës. Te kam impenjim edhe angazhim personal që ja kam premtuar vetes ditën që do të hyj aty, s'do më zë gjumi natën, derisa çdo qytet, çdo lagje e qytetit të Vlorës, po jo vetëm lagje e qytetit Vlorës, po do mundohem që të gjitha fshatrat të ekuilibrohen në cilësinë e një qyteti standard evropian. Unë jam jashtëzakonisht shumë i lidhur me Bashkimin Evropian dhe me Amerikën, ashtu siç e përmenda edhe më parë, dhe jam partizan i perëndimit dhe dua një orë parë ta shikoj Vlorën shumë hapa drejt kësaj lloj qasje dhe drejt këtij lloj standardi. Durojmë të fitosh. Faleminderit. Me Zotin në krah edhe me shpirtin vlonjat, gjithçka arrihet. Jap fjalën Zotit Ardian Mura, i cili lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Zoti Sota, si e shikoni ju çështjen e pavarësisë së pushtetit vendor dhe rolin e kryetarit të bashkisë? Kujtoj këtu se pikrisht nga Vlora, kryeministri bëri goditjen, ndërhyri duke nisur jo vetëm fushatën e shkarkimeve në administratën e bashkisë tuaj, por gjatë muajve pik të turizmit siç quhet, nisi dhe aksionin e lirimit të hapësirave publike. Pra, shkoi deri në veri, në theth e më gjerë në çdo qytet. Pra, pavarësia u shkatrua dhe zgjedhësit ndjehen të friksuar, sikurse edhe ekonomitë janë dëmtuara. Kjo për shqiptarët dhe vlonjatët që detyrohen të realizojnë ëndrrën duke u larguar. A do të fitoni Vlorën? Dhe cili është numri në fletën tuaj të votimit? Numri im në fletën e votimit është numri 2. Për sa i përket ndërhyrjes që filluan në muajin korrik
unë për këtë desha ta falenderoj faktikisht kryeministrin e Shqipërisë, i cili na dëgjoi pasi ne u ngritëm për prishjen dhe ndërhyrjen e atyre që ju pat, që filloi që nga veriu deri në jug, do ne u mblodhëm urgjent pas asaj ndërhyrje që nisi dhe patëm një komunikim të drejtë për drejtë me kryeministrin e Shqipërisë, i cili në rastin konkret na dëgjoi dhe u spostua prishja për pas ashtu siç e kërkuam ne pas sezonit turistik. Dhe unë jam një njeri që i jap Cezarit atë që është Cezarit, e urrej hipokrizinë, e urrej sepse nuk e njoh politikën me ngjyra, njoh vetëm shpirtin e drejtë dhe të vërtetë. Politika ime e vetme është interesi i Vlorës dhe dhënia e Cezarit, kur i takon Cezarit në kuptimin atere. Unë autoritetin e Bashkisë Vlorës, për sa i përket rastit të fundit me heqjen e drejtorëve të Bashkisë së Vlorës, e kuptoj shumë thjesht. Autoriteti i Bashkisë së Vlorës nuk preket nga askush. Për sa kohë nuk ka të drejtë askush të hyj ligjërisht në autoritetin e qytetit Vlorës. Nuk ka askush me këtë lloj zgjedhje dhe me këtë lloj formule në cilën unë kam hyrë në garë, që nesër pas nesër të vi dhe me një të rënd të lapsit të shkarkoj drejtorët të cilëve unë kam dhënë besimin për të vazhduar bashkë vizionin ton përpara. Të vetmit që kanë forcën mbi këtë autoritet, për mendimin tim janë vetëm qytetarët e Vlorës. Dhe në momentin që ata zgjedhin, as ligji, as kushtetuta nuk lejon asnjë autoritet sipër kryetarit të bashkisë, përveç se çfarë parashikon ligji i Shqipërisë. Dhe unë nuk e di që parashikon që një kryetar partie apo një kryeministër të ndërhyj dhe të preki autoritetin e kryetarit bashkisë. Në qoftë se lejon, ma thoni, po nuk njoh forcë tjetër, siç e thash dhe më përpara, përveç ligjit, Zotit dhe qytetarëve vlonjatës, të cilët do kenë prioritetin maksimal. Unë nuk mund të thjesht të them, t'ju tregoj me gishtë se çfarë është, por interesi i Vlorës me gjitha të zhvillim, me gjitha të burime, kishte pikrisht në një ditë zgjedhjesh kishte Giro d'Italia. Po, keni plerat që janë plerat që digjen vazhdimisht disa herë, janë në ndotësit prodhues të energjisë elektrike, mungesa e ujit që e zuam dhe diskutuam ose që ka dhe tentativa për ta shitur edhe atë jashtë. Do pra këto gjëra janë mbi peshën e tuaj dhe të popullit dhe si do të zgjidhet. Bët mirë që i prek. Për çështjen e Tigrit 1 dhe Tigrit 3, ne kemi krijuar shpejt në krye të erës aleancën për Gjirin e Vlorës, për cilën ngritëm zërin, dhe unë konkretisht e skanova dhe nuata, le të themi, e intuitova që çështja nuk ishte të ndotja fare, edhe sundezën për realitetit asnjëherë, por çështja ishte për mendimin se si e pash unë atëherë, ishte një aferë e pastër ekonomike. Pra ato faturat ju i dini tashmë dhe për këtë pjesë unë jam marrë me këtë pjesë. Për pjesën e mbetjeve urbane, të cilat digjen dhe ridigjen, atje ka vetëm një zgjidhje, sepse ajo është që ta keni idenë më të qartë, në qoftë se shumë prej jush nuk e kanë, është një ish pistë aviacioni ushtarak. Aq e madhe është ish pista e aviacionit ushtarak të aviacionit të Vlorës, nuk e di sa e njohin, por pra është një sipërfaqe aq e madhe sa një pistë aviacioni e cila është e mbushur me kodra, me male, me plera të akumuluara, jo vitet e fundit, por dekada. Është një sasi jashtëzakonisht e madhe për të transportuar dhe zgjidhja vetme është që ajo të shtresëzohet, të nivelohet, të mbulohet me dhe të rigjelbërohet dhe të kthehet në një pyll ekologjik dhe në hapësira të cilat duhet të tjetërsohen dhe të gjelbërohen në mënyrë sa më urgjente. Kjo është mënyra e vetme që mund të zgjidhet ajo çështje, ndërkohë që për pastrimin e plerave, për pastrimin më falni sepse kisha një ndërhyrje.
për pastrimin e plerave do kemi një fokusim jashtëzakonisht të lartë dhe një zhvillim si që janë standardet në Bashkimin Evropian. Unë kam pas disa takime faktikisht me kompani që merren me teknologjinë e pastrimeve. Ne jemi akoma me ata kazanët e mbetjeve të cilët janë me kapak hapës, me ato makina të cilat kërkojnë një shofer dhe 2 punonjës nga mbrapa që të bëjnë atë lëvizje mekanike, ndërkohë që teknologjia sot në Bashkimin Evropian ka evolvuar dhe mjafton një automjet i teknologjisë së fundit, i cili e merr atë koshin i cili është i mbyllur dhe merret në mënyrë automatike nga vetë drejtuesi. Pra, do të duhen dhe më pak punonjës dhe ka produktivitet më të lartë dhe një cilësi më të lartë pastrimi. Përveç kësaj, eliminohet dhe vetë me atë pjesën e punonjësve që fola pak më sipër, që një pjesë e mirë janë thjesht pagator dhe nuk shërbejnë në punë, ndërkohë që unë kam një qasje tjetër. Unë jam me qasin që punonjësit duhet vlerësojnë jashtëzakonisht shumë herë më shumë, duhet kenë dinjitetin e tyre dhe i adhurojnë njerëzit që punojnë, pra do të reduktohen ato numrat fiktive të punonjësve dhe do të shikoj dhe do të parashikoj në projekt buxhetin rritjen e pagave të këtyre punonjësve që janë punëtorët të cilët i shërbejnë qytetit të Vlorës me devotshmëri dhe për mendimin tim ata janë njerëzit që jo thjesht duhet motivohen, por edhe duhet të vlerësohen me vlerësimin që meritojnë. Në Zvicër punëtorët e këtij sektori paguhen të paktën 6.000 franga në muaj. E njoh Zvicrën, e njoh mirë, por nuk mund ta krahasojmë atëherë në programin tim. Unë kam marrë, faleminderit që më drejtove dhe nga Zvicra dhe më bëre krahasimin për pjesën e pastrimit, për pjesën e rigjelbërimit. Unë në program e kam theksuar pikërisht duke marrë krahasimin me shtetin e Zvicrës, sepse sa herë kam vizituar më ka bërë jashtëzakonisht shumë përshtypje dhe mënyra e të mbajturit pastër qytetin dhe komunitetin ku ata jetojnë. Dhe unë në vizionin tim kam një qasje ndryshe. Pra, nuk është përfundimi thjeshtësinë e pastrojmë qytetit, po duhet ngritur një kulturë e tërë që në fëmijëri në qytetin e Vlorës, duke marrë shkas, ta shpjegoj pak dhe këtë pjesë se si, që fëmijët e shkollave duhet të kthehet në traditë dhe në kulturë, që një ditë në muaj ose ajo vlen për të vlerësuar se sa do të jetë produktiviteti, të mbajnë pastër ambientin e tyre shkollor. Komuniteti i qytetit të Vlorës në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës do të marrin nisma që të paktën një ditë në muaj të bëjmë pjesë e pastrimit të qytetit, sepse psikologjikisht çdo banor i cili vete dhe qoftë pastron një qesk apo diçka e merr dhe e fut në atë koshin e mbeturinave, instinktivisht nuk ma do mendja që nesër pas nesër ta rjedhi prapa të qesk apo atë bishtin e cigarit, pra duhet të ringrëm dhe mentalitetin, mindsetin dhe kulturën e përgjithshme të gjithë qytetit, që të vëmë në atë pikën që mos shikojmë ato plerat e hedhura në shkallët e pallatit apo te cepi i një godine apo në rrugë apo kudo. Pra duhet të ringrihet dhe mentaliteti i vetë komunitetit në këtë lloj drejtimi të mbajtjes pastër me ndërgjegje të qytetit ku ne banojmë. Nuk është aq e cekët në vizionin tim gjëja. Pra është shumë herë dhe më e zgjeruar duke implementuar qoftë edhe rigjelbërimin, qoftë edhe pastrimin e brigjeve detare. Pra e kam shumë të qartë pjesën se si një shoqëri duhet edhe ta marri kulturën që në gjenes, sepse për fat keq unë shikoj që i kemi harruar këto lloj orientimesh kulturore që të cilat në Bashkimin Evropian janë norma dhe parime bazike. Faleminderit zoti Sota. Pyetja e fundit është e imja. Kush po ju ndihmon në këtë fushat për te biznesit tuaj dhe çfarë do thot për ju të jesh kandidat i pavarur? Çfarë është për ju pavarësia? Jo kombëtare, pavarësia personale. Po. Atëre është një bashkim i të gjithë kolegëve tanë, i komunitetit në përgjithësi, përveç opozitës, që është i pari që ka ofruar suportin ka qenë Adriatik Lapaj me Shqipëria Bëhet,
pastaj ka qenë Partia Demokratike, ka qenë Partia Agrare Zoti Agron Duka, e kështu me radhë po presim dhe Agron Sheajn për suportin e fundit, të cilit edhe ati është bërë ftesa dhe po presim lëvizjen e tij. Thëm këtë, një kandidat i pavarur. Në vetvete është një sakrificë, pra nuk është një oportunizëm, sepse po flasim për një zgjedhje të pjesshme e cila në vetvete është sa një kontratë testimi, sepse është një vit 18 muaj, është një vit e gjysmë. Pra, edhe sikur të isha një garë 4 vjeçare, unë këtë kontratën moralisht do ta bëja me qytetarët, do ta bëja faktikisht, jo këto kontratat gojore që bëhen, do ta bëja një kontratë 1 vjeçare, po duke qenë që kjo është 1 vit e gjysmë në vetvete është një kontratë, sepse mbas 1 viti e gjysmë ne do të kemi përsëri zgjedhje, është një sakrificë, është një angazhim dhe përgjegjësi jashtëzakonisht e lartë. Kanë kaluar diku te 3 javë dhe mua më janë dukur si 3 vjet, krahasuar me jetën që unë bëj në përditshmëri, sepse ka pas një angazhim jashtëzakonisht të madh. Normalisht që ka lodhje, ka trysni, ka ngarkesë, sepse të duhet të shkosh dhe të bësh takime. Unë kam një qasje tjetër nga politika klasike që bëhet me ato fotot, me ato takimet të cilat shpeshherë janë të imponuara dhe të detyruara, apo me orientimet e makinerisë që kanë përballë, sepse informacionet, sidomos në qytetin e Vlorës, më vinë jashtëzakonisht shpejt dhe jashtëzakonisht reale, të cilat duhet të shpërndahen, duhet të komentohen, duhet bëhet like. Unë kam zgjedhur një qasje tjetër duke mos u dhënë ndoshta luksin që të kuptojnë se kush janë aleatët, apo kush janë dashamirësit, apo mbështetësit real, dhe po bëj takime jashtëzakonisht intensive në çdo zonë të qytetit dhe në fshatrat kryesor, duke takuar njerëzit dhe mbështetësit dhe duke bërë takime dhe organizime në mënyrë të rjetëzuar. Dhe në momentin e fundit, që tani po hym në javën elektorale, do të nxjerrim në pa dhe problematikat thelbësore dhe kryesore, të cilat deri tani kanë qenë një dështim jashtëzakonisht i madh dhe shkak i zhgënjimeve të mëdha të qytetit të Vlorës. Pra, ju keni stafin tuaj, apo jo? Apo bazoni ke strukturat e Partisë Demokratike për të bërë fushatën në terren? Atëherë strategjinë unë e kam treguar, do të thënë ua kam shfaqur qysh në takimin e prezantimit. Strategjia është shumë e thjeshtë, do të ketë fushat në 2 drejtime. Do të ketë një fushat politike, e cila duhet vazhdoj dhe të bëj punën e saj, ashtu siç di ta bëj, është në profilin e tyre politik që të vazhdojnë dhe të bëjnë fushatën, ndërkohë që unë po zgjedh dhe po bëj fushatën time me njerëzit e mi, me stafin tim, paralelisht në fushatën që i përket kryetarit të bashkisë, vizionin që ka kryetari i bashkisë dhe qasja që ka ai me qytetarët në përditshmëri, por edhe nesër si kryetar bashkie. Ndërkohë që kam evidentuar edhe disa, sepse fushata të bën që të njihesh konkretisht edhe me njerëz, të cilët ti konfiguron nesër në administratën e bashkisë si njerëzit adapt, le të themi, po që kanë dhe shpirt, që kanë vullnet pune, që kanë korrektësi dhe angazhim maksimal për sa i përket zhvillimit të punëve përgjatë kësaj kohe kaq të shkurtër. Dhe kam evidentuar disa më kanë surprizuar dhe kanë treguar një personalitet jashtëzakonisht shumë të lartë në mbarvajtjen dhe në organizimin e punëve të ndryshme, sepse fushata në vetvete është një punë shumë me shumë ngarkesë dhe me shumë përgjegjësi, do të thosha, dhe është direkt në marrëdhënie ka të bëjmë në marrëdhënie me publikun. Dhe vetë një drejtues nesër pas nesër duhet i ketë këto aftësi që të drejtojë dhe të menaxhojë një numër të caktuar njerëzish, të cilët duhet të nxjerrin produktin final në zhvillimin e qytetit të Vlorës.
Pra është një strategji e bazuar në mënyrë shumë dinamike në një kohë shumë të shkurtër, e cila ku secilës pjesë i takon që të bëj maksimumin e vet me sinqeritetin më të lartë. Është një politikë thënë kështu ndryshe nga erët e mëparshme. Shumë faleminderit. Unë nuk e di nëse kolegët kanë ndonjë pyetje, ndonjë gjë tjetër. Ne besoj se të urojmë fitore, të urojmë të sjellësh ndryshime dhe të realizosh çdo pikë të programit tuaj. Por gjithçka, ne kemi dhe portalin Voal, që botues është zoti Skënder Buçpapa me zonjën Elida Buçpapa në Zvicër. Nëse do keni problematika, denoncime, diçka që ju doni ta bëni publike mediatikisht, numrin tim e ke dhe mund të ju ndihmojmë për të sjellë të vërteta. Edhe për diçka Faleminderit. tjetër. Faleminderit për ftesën, për suportin tuaj dhe për misionin tuaj shumë të rëndësishëm që ju bën me nder, sepse vërtet Shqipëria ka nevojë, shqiptarët ka nevojë për një ndërhyrje dhe për një evidentim të problematikave në një shkallë ndërkombëtare sa më të gjerë që të jetë e mundshme. Faleminderit. Faleminderit. Juve, Faleminderit. urojmë suksese. Faleminderit, suksese. Faleminderit ju.